Përshëndetje dashur miq të Alpo Televizion. Jemi këtu në një emision sot, në një emision politik, domethënë, meqense po afron koha elektorale dhe 11 maj është shumë afër tashmë. Dhe ne kemi vendosur që të hapim ekranin ton edhe për kandidatët që do të garojnë në qarkun Gjirokastër. Sot do ta fillojmë me zotin Arben Ristani, i cili është kandidat për deputet nga Partia Demokratike në qarkun Gjirokastër. Përshëndetje dhe mirë se erdhe zoti Arben. Përshëndetje, shumë kënaqësi që kam mundësinë në këtë televizion të qytetit Gjirokastrës që të mund të bisedoj nëpërmjet jush me publikun e Gjirokastrës. Po, është kënaqësi dhe për ne që një djalë Gjirokastre vjen dhe kthehet në Gjirokastër për të kandiduar. Atëherë, për ata që nuk të njohin, do donim të na bëje një përshkrim të jetëshkrimit tuaj, një të karrierës tuaj dhe diçka tjetër që njerëzit edhe t'ju njohin pak më shumë. Ju thatë një djalë Gjirokastre, por unë origjinën e kam nga Zagoria, më saktë brenda qarkut të Gjirokastrës. Jam lindë e rrit në Tiranë, por origjinën dhe ne shqiptarët jemi mësuar që gjithmonë i përkasim origjinës së paraardhësve tanë dhe nga burojnë rrënjët e familjes. Unë kam mbaruar studimet në Fakultetin Juridik në vitin 91, i përkat studentëve të grevës suri, studentëve të dhjetorit të atyre viteve. Më pas kam punuar si avokat, si gjyqtar, pra kam një background juridik. Karriera, për të thënë vërtetës, më është ndarë në dy pjesë, midis profesionit dhe politikës. Në karrierën profesionale kam qenë këshilltar i presidentit të Republikës, jurist, kam qenë drejtori i shkollës magjistraturës, kam qenë antar dhe kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe më pas deputet i Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike. Dhe në këto zgjedhje vendosa t'i kthehem qytetit të rrënjëve të mia, qytetit të origjinës, dhe të garoj në qarkun e Gjirokastrës për deputet për Partinë Demokratike dhe koalicionin për Shqipërinë Madhështore. Po. Në fakt, Partia Demokratike ka shumë kohë që është ndarë nga qeverisja, që prej vitit 2013 u bën tashmë 12 vjet. Dhe është një kohë rreth të cilës besoj se jo vetëm antarët, po edhe ju që jeni në krye të Partisë Demokratike në kupolën e saj, domethënë besoj se do keni reflektuar për gabimet e të kaluara dhe për ato gjëra që sollën dhe largimin tuaj nga pushteti, apo jo? Refleksioni është një detaj thelbësor për njerëzit e përgjegjshëm, për pushtetarët e përgjegjshëm, për politikanët e përgjegjshëm. Të mos reflektosh do të thotë që t'jesh arrogant, do të thotë që të mos ndjesh siç ndjen populli yt. Kështu që refleksioni është i parë thelbësor i, siç u thash, i përgjegjshmërisë. Dhe Partia Demokratike, për hir të vërtetës, ka qenë për mendimin tim, po besoj që e ndaj këtë mendim dhe me shumicën e shqiptarëve, ka bërë një qeverisje të shkëlqyer së paku në 4 vjeçarin e parë të saj në 2005-2009, por patjetër që kush habuk thonë bën dhe thërime, patjetër që kemi pat probleme edhe me korrupsionin, kemi pat probleme edhe me mënyrën e qeverisjes. Por në thelb ka qenë një qeverisje e përgjegjshme, një qeverisje që ka menduar për njerëzit dhe që është munduar të bëjë më të mirën e saj. E kundërta ka ndodhur në këto 3 mandate të qeverisjes rilindase, e cilat ka reflektuar tiparin e saj kryesor arrogancën dhe pandjeshmërinë ndaj nevojave të popullit dhe të njerëzve të këtij vendi. Duke quar në një varfrim masiv, duke quar në një shpërngulje apo emigrim masiv të shqiptarëve dhe duke u përqendruar tek fasada apo mashtrimi nëpërmjet lajleluleve dhe pa thelb gjatë kësaj qeverisje, e mbytur në korrupsion, një qeveri me hajdut për ditë
populli shqiptar merr shembuj të negativitetit dhe jemi përballë faktit që kemi zgjedhjet përpara dhe po vim me një program serioz për këto zgjedhje, po vim me një ofertë serioze njerëzore pra të kandidatëve për deputet Partisë Demokratike në mënyrë që backgroundi, përvoja e të kaluarës, mësimi nga gabimet e të kaluarës, por dhe mësimi nga keqeverisja e tmerrshme e këtyre 3 mandateve të rilindjes të na bëjë që Shqipërinë ta çojmë atje ku duhet në prosperitetin e saj në vitet e ardhshme. Para se unë të kaloj tek pyetja për programin tuaj, do doja një përgjigje se ne jemi këtu pa letër, nuk kemi improvizuar asgjë, jemi futur direkt në emision, ashtu siç na vjen lirshëm. Përse rëndom partitë politike, jo vetëm PD-ja, por gjitha partitë politike që kanë sunduar në Shqipëri ose që kanë qeverisur në Shqipëri, në qoftë se themi më saktë, përse nuk i kanë mëshuar anës ndërtimit kombëtar më shumë dhe kanë devijuar në këtë korupcion masiv? Cilat janë disa nga shkaqet e arsyet që i çojnë këto parti, ndoshta imponimi nga jashtë apo thjesht neglizhim i brendshëm? Jo, shkaqet janë të shumta, sigurisht që Shqipëria ka dhe presion nga jashtë, sigurisht që është pjesë e zhvillimit të situatave gjeopolitike, të cilat patjetër që ndikojnë në zhvillimin e Shqipërisë, por të gjitha elementet do të grupoheshin në faktin që Shqipëria ka nevojë për burra shteti. Dhe kur themi burra shteti, ka nevojë për njerëz që mendojnë dhe ndjejnë për vendin e tyre, për popullin e tyre dhe arrin të përballojnë presionet qoftë nga jashtë, qoftë presionet korruptive të zhvillimeve të vendit. Dhe burrat e shtetit nuk është se lindin çdo ditë, për hir të vërtetës, por fakti është që së paku lideri i Partisë Demokratike Zoti Berisha ka spikatur si një shtetar i denjë dhe i përgjegjshëm për aksionin e tij politik dhe mënyrën e përqasjes ndaj vendit vet dhe njerëzve të vet. Po për t'i dhënë përgjigjen direkte pyetjes tuaj, unë do ta përmbledhja në këtë vendi ka nevojë për njerëz, për burra shteti që janë të përgjegjshëm, të cilët dinë të përballin interesat e gjeopolitikës, por dinë sigurisht të përballin dhe presionet korruptive që dinë të mbajnë dhe anën kombëtare që patjetër. Megjithatë, çka ka kaluar dhe tashmë ka kaluar dhe kemi parë që politika në përgjithësi për anën kombëtare nuk është interesuar shumë, por shpresojmë që këtë tutje të jenë politikanët e zgjedhur në Parlamentin e ri më të përgjegjshëm për sa i përket anës kombëtare, pasi ajo është trashëgimia e cilët i lëm këtij vendi. Por këtu duhet të ndajmë diçka. Dhe unë e kam merak ta them. Në vitet e fundit është Parlamenti shqiptar është kthyer si në fidanishten e politikanëve. Kur them fidanishten e politikanëve, si vendi ku politikanët rriten. Në fakt nuk është kështu. Parlamenti i Shqipërisë është vendi ku shkojnë politikanët e pjekur. Po. Pra fidanishtet e politikanëve, pra vendi ku bëhen fidanët, ku rritet politikani, do të jenë partitë politike. Dhe pasi ata rriten, kanë një eksperiencë profesionale, intelektuale, partijake, pastaj duhet vinë dhe të jenë pjesë e Parlamentit shqiptar. Dhe përgjegjshmëria ka të bëjë dhe me nivelin intelektual dhe me përvojën jetësore. Një njeri pa intelektualizmin e duhur, pa përvojën jetësore të duhur, nuk mund të jetë pjesë e Parlamentit Shqipërisë, pra e përfaqësimit më të lartë të popullit shqiptar, siç është Parlamenti. Por vitet e fundit është kthyer në të kundërt. Marrin njerëz pa përvojë jetësore. Është bërë Parlamenti ekstrad në një farë mënyrë, me akuza ndër akuza, ndërkohë që vendi ka halle të tjera dhe është bërë pikërisht sepse ka ndodhur kjo. Shfaqje teatrale. Ka ndodhur që njerëzit për herë të parë i marrin me le të themi vetëm me faktin që duam të rinj, po duam të rinj dakord, por në parlament duhet përvojë jetësore, duhet përvojë profesionale, sepse atje do të prodhosh ligje, do të përfaqësosh interesat e popullit dhe për ta bërë një gjë të tillë do përvojë. Pa përvojë nuk mund të jesh pjesë e këtij parlamenti. Dhe prandaj na çalon mënyra e të bërit politik.
njerëzit pa përvojë, që nuk e kanë profesion politikën, kthehen në kartonat kryetarëve. Duke kthyer në kartonat kryetarëve, nuk kanë vetdijen e tyre politike, nuk kanë opinionin e tyre të pavarur politik, nuk përfaqësojnë interesat e zonës nga e cila vinë, por janë thjesht përfaqësues të kryetarit që i ka zgjedhur dhe janë thjesht karton. Pra pranojnë ulin veten thjesht në një karton të interesave politike të drejtuesve të tyre politik. Duke qenë se ju keni qenë prezent vitet e fundit në Gjirokastër, besoj se i dini dhe hallet dhe problemet e Gjirokastrës, por që mund të na thoni për programin tuaj dhe si keni parashtruar këto probleme në zgjidhjen e tyre në programin tuaj? Duhet të ndajmë diçka specifike, duke qenë se jemi në prag të zgjedhjeve kombëtare, pra të zgjedhjeve parlamentare kombëtare, sigurisht që interesat rajonale janë për hallet e përditshme të njerëzve kanë të bëjnë me drejtimin rajonal, pra me drejtimin e bashkive, por në rang kombëtar, se jemi në zgjedhjet kombëtare, unë do të përqendroja ose do të fokusohesha ke pikat kryesore që ka programi i Partisë Demokratike, i cili për hir të vërtetës është një program i djathtë që i përket një qeverie dhe një partie të djathtë, e cila ka në themel të saj familjen, ka në themel të saj pronën, ka në themel të saj besimin në Zot. Dhe këto tre shtyllat të djathtës, sepse duhet ndajemi dhe duhet ta kuptojmë qartë sepse jemi të djathtë dhe nuk jemi të majtë, pikërisht për këto tre arsye. Se besojmë tek familja, se besojmë tek prona, se besojmë në Zot. Dhe këto përshkruajnë pastaj dhe është filli që përshkron të gjithë programin e Partisë Demokratike, duke nisur së pari me paketën e emergjencës apo paketën e dhëmshurisë, siç e ka quajtur Partia Demokratike në programin e saj, e cila ka të bëjë me 100 ditët e para me të cilat ne duam të shtrojmë rrugën për të eliminuar sa të mundim varfërinë së pari. Dhe për këtë arsye jemi përqendruar ke fakti që në Shqipëri të mos ketë më individ që merr më pak se 200 euro pension, apo 20.000 lek të reja pension, i cili sigurisht që çdo vit do të rritet edhe pensionet e tjera me 20%, do të ketë rritje me 20% në të ardhmen në çdo vit, por së pari njerë se duhet kemi parasysh që pensionet e plota janë më pak se 50% të grupit total të pensioneve në Shqipëri. Pra janë dhe pensionet pa plota, të cilat dhe duhet kemi parasysh që dhe pensionet plota ka dhe pensionet 120 apo 12.000 lek, apo 120 euro. Pra këtu do fillojmë po themi nga 200 që euro. pensionet pjesshme, pensionet plota që janë më pak se 200 euro, do shkojnë të gjitha niveli minimum do të jetë 200 euro pensioni për pensionistët shqiptar, në mënyrë që askush mos përballet me nivelin ekstrem të varfërisë në Shqipëri. Përveç kësaj, rrogat minimale 500 euro, rrogat mesatare 1200 euro, për të vazhduar më tutje me indeksimin apo shtimin e tyre në çdo vit. Por këtu duat për publikun të them, të bëj një nënvizim. Çdo kush mund të mendojë që këto janë premtime elektorale dhe sigurisht që garanci për të ardhmen është vetëm e shkuara. Dhe kur them që garanci për të ardhmen është e shkuara është që populli të besoj, apo ai që na dëgjon të na besoj, pse do të jetë vërtet që do të jetë kështu. Garancia e vetme është të shihet çka ka qenë përpara. Dhe çdo kush mund të rikthehet në kohën e Partisë Demokratike në pushtet dhe të shohë që pensionet rriteshin dhe dyfishoheshin vit mas viti në mënyrë të rregullt, po kështu dhe rrogat. Në kohën që Partia Demokratike që ka qenë në qeveri, rrogat minimale, pensionet tona ishin më të larta të paktën se rajoni. Dhe sot janë 2-3 fish nën rrogat minimale që ka rajoni.
Do të thonë që nga koha juaj nuk ka pas në indeksim nuk ka pas indeksim dhe rritje, përkundrazi drejtuesi i rilindjes ka thënë në mënyrë të përsëritur që nuk kemi mundësi të rrisim, po të premtojmë rritjen do të kthehemi tek piramidat dhe vetëm pas presionit të shtuar të programit të Partisë Demokratike ka dalur dhe po e kopjon duke thënë dhe ai që do t'i bëjmë pensionet 200 euro etj. Por kjo për ne është paketa emergjencës. Tek paketa emergjencës është ulja e çmimit naftës. Çmimi i naftës është premtuar që të jetë së paku se ai i Kosovës, i cili në rast se sot 1.2 euro. Është 1.3. 1.3 euro, ndërkohë që në Shqipëri është 1.7, 1.8, mos më tepër. Pra që do të thotë që me një furnizim të makinës të kesh minimalisht të 30 euro. 50 lek për litër më shumë. Pra të kesh me një furnizim të makinës të kesh fituar 30 euro. Apo jo. Pra, ulje të çmimit naftës, ulje të çmimit të energjisë elektrike dhe për emigrantët, sepse populli Shqipëria po vuan emigracionin e shtuar, braktisjen e vendit dhe një nga detyrat kryesore që ne kemi për të prosperuar Shqipërinë është të krijojmë kushtet që emigrantët të kthehen, fëmijët tanë, vëllezërit dhe motrat tona të kthehen në Shqipëri dhe të kenë kushte për të punuar në vend. 5 vitet e para çdo emigrant që hap biznes në Shqipëri do të ketë mundësinë të punojë pa taksa, dhe që nuk është gjë e vogël. Për pensionistët përsëri do të jetë rimbursimi në fund të vitit i TVSH-s së mallrave të shportës. Pra, pavarësisht se çmimet në treg do të jenë ato që do të jenë, në çmimin e mallrave të shportës është dhe vlera e TVSH-s, e cila do të rimbursohet në fund të vitit për pensionistët. Pra janë një sër masash që përbëjnë paketën e dëmshurisë në mënyrë që ne të arrijmë ta nxjerrim Shqipërinë nga varfëria ekstreme së paku. Më pas, ajo që ka të bëjë me zhvillimin e vendit, programi i Partisë Demokratike është që të kthejë Shqipërinë në një vend prodhues. Të kthejë Shqipërinë në një vend të Made in Albanias. Pra një vend që prodhon mallra të origjinës bujësor dhe industrial, mallra të origjinës shqiptare. Sepse ajo që ka ndodhur me Shqipërinë deri sot, për shkak të presionit të madh të lekut pifësët të mafias jo vetëm shqiptare, po dhe rajonale, Shqipëria është kthyer në Shqipërinë hotel. Ajo që ne duam është që sigurisht kapacitetet e hotelerisë për turizmin janë të mirë pritura dhe të përkrahura, por Shqipëria hotel, e cila në fakt nuk është plani i zhvillimit të Shqipërisë, por është stokimi i lekëve të pistat mafias që në ndërtim gjejnë në territorin e tyre më të sigurt për të pastruar parat, ne na duhet Shqipëria Made in Albania, qoftë dhe për të ndihmuar si në rastin e Gjirokastës apo si në rastin e vendeve të tjera ku neve na përqendrohet turizmi, të ndihmojmë turizmin me mallrat e prodhimit shqiptar, të bujqësisë patjetër dhe të konfeksionimit e të gjitha. Për të shkuar këtu, ke Shqipëria që prodhon, sigurisht që të ndjeshme për rajonin ku jemi, për qarkun ku jemi, subvencionimi në fushën e bujqësisë është thelbësor dhe kryesor. Do të subvencionohet, do të kthehemi përsëri ke subvencionimi që PD-ja ka pasur në vitet e saj të pushtetit, ku subvencionon dhe çdo bim të mbjellur të frutikulturës, por dhe të baktive, pra për të shtuar mundësitë e kapacitetet e baktive, për çdo kokë bakti do të ketë një subvencionim, ka dhe sot, por është shumë i vogël dhe është shumë i diferencuar. Jo të gjithë arrin ta marrin, jo në vlerën e duhur arrin ta marrin, por me ardhin e Partisë Demokratike në pushtet, subvencionimi do të jetë serioz për bujqësinë, për baktit, për bimët që mbillen, siç janë subvencionuar agrumet, siç janë subvencionuar ullinjt e mbjellur në kohë të Partisë Demokratike, do t'i rikthehemi përsëri këtij subvencionimi serioz. Për më tepër, në kushtet që Shqipëria është në kuadrin e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, në kushtet kur Bashkimi Evropian subvencionon vendet që pretendojnë të jenë antarë të këtij komuniteti,
Patjetër që do i presim rrugën vjedhjes së këtyre fondeve. Publiku është i njohur me atë që ka ndodhur, janë ndërprer ndërkohë fondet e Bashkimit Evropian, sidomos në projektet e bujqësisë, sepse vunë në re që qeveria rilindase i vidhte në një mënyrë të tmerrshme dhe arritën dhe t'i ndërpresin pikërisht për shkak të këtij keq menaxhimi. Por në kuadrin e projektit që kemi të Shqipërisë prodhuese, patjetër që subvencionimi në këto fusha do të jetë i vlefshëm dhe i tillë që të nxithi dhe stimulojë prodhimin vendas. Përveç kësaj, patjetër që jo vetëm në fushën e bujqësisë, por edhe të konfeksionimeve të prodhimit të industrisë lehtë etj. Do të nxisim prodhimin vendas, që në mënyrë që kur ne të jemi gati për të antarësuar në Bashkimin Evropian, të shkojmë me Made in Albania. Të mos shkojmë si një vend konsumator ku konsumojnë thjesht prodhimet që prodhohen kudo në Evropa, por në vende të tjera të botës. Dhe pika e tretë e rëndësishme e programit, pra përveç paketës emergjencës, përveç orientimit tek prodhimi, pika e tretë është shërbimi ndaj qytetarëve shqiptar dhe cilësisë së shërbimit. Çfarë kam parasysh me cilësinë e shërbimit? Kam parasysh që shërbimet në fushën e mjekësisë, shërbimet në fushën e arsimit, shërbimet në fushën e drejtësisë, shërbimet në administrimin shtetëror ku qytetarët ndeshen në mënyrë të përditshme, për të kthyer në rastin e qarkut Gjirokastës apo të qytetit Gjirokastës. Të gjithë kemi vënë re se si ishte Gjirokastra kur kishte një universitet me kapacitetet e duhura dhe glonte nga studentët të cilët popullonin në qytetin e Gjirokastrës, ishte jeta më atraktive, ishte konsumi më i mirë, ishte imobiliarja, qerat e banesave të tjerë që lëviznin më tepër, qyteti kishte më shumë jetë e tjerë. Po kështu, po i marr si shembull, largimi i gjykatës apelit nga qyteti i Gjirokastrës, vështirëson marrjen e drejtësisë për qarkun, i cili duhet të udhtoj me herë të tëra në Tiranë për të gjetur drejtësinë. Kthimi i tyre ose kthimi i zyrave të kadastrës siç kanë qenë, apo të shërbimeve të tjera që janë larguar nga Gjirokastra dhe nga qarku, në mënyrë që t'i japim jetë vendit dhe të ofrojmë shërbimet afër njerëzve për t'u bërë jetën më të lehtë, për ta bërë mundësinë e tyre për ta marrë shërbimin më të kollajt. Pra, le të themi të rrisim ndjeshmërinë e shërbimeve të shtetit ndaj qytetarëve. Nga ana tjetër, duke vënë re ditët e fundit pati një vizitë të kryeministrit në spitalin e Gjirokastës dhe ju e vut re që kryeministri u përqendrua tek ke suvaja, ke fasada e spitalit, kur në fakt problemet e spitalit janë numri i mjekëve, cilësia e mjekëve që punojnë aty dhe sigurisht aparaturat me të cilat ata duhet të punojnë, pajisjet pra që duhet të jetë, shërbimi që duhet të jepet qytetarëve. Dhe përqendrimi tek fasada është shembulli më i mirë për të kuptuar se çfarë personifikon rilindja në tërësi, sepse i gjithë 12 vjeçari i saj është i përqendruar tek fasada, tek mashtrimi ndaj qytetarëve, tek dukja e jashtme dhe boshllliku nga brenda. Mirë, një pjesë e rëndësishme e zhvillimit jetës, jo vetëm qarku në Gjirokastë, por në gjithë Shqipërinë, janë edhe rrugët, shtrimi i rrugëve, zhvillimi i rrugëve, dhe me sa kemi parë çuditërisht këto vitet e fundit, rrugët në Shqipëri janë 5 fish deri në 10 fish të mesatares rajonale në ndërtimin e tyre. Çfarë do bëhet me këto? Si do t'i zhvilloni ju tenderat e rrugëve? Si do t'i menaxhoni dhe si do t'i kontrolloni çmimet e ndërtimit për 1 kilometër rrugë? A janë gjëra normale këto që ndodhin kur 1 kilometër rrugë bie fjala në Serbi kushton 2 milion euro, kurse këtu në Shqipëri të kushtoj 40 milion? Pyetja është interesante dhe me vend, por përsëri unë do t'i ofroja qytetarëve që si kriter të besueshmërisë të përdorin të vërtetën, pra atë që kanë prekur dhe kanë parë më përpara. Sepse është kollaj të thuar që nesër ne do të jemi ndryshe, është kollaj të thuar që nesër ne do të bëjmë kështu, por që të besosh duhet të shohësh se ç'kam bërë përpara. Dhe ajo që unë di e kam të prekur
edhe shqiptarët e kanë të prekur, është që në kohën që drejtonte Partia Demokratike, tenderimi, sidomos ai elektronik, pra tenderimi i hapur, tenderimi i cili bazohej vetëm në kriteret që kompanitë që merrnin pjesë në për tendera paraqisnin, ka qenë kriteri bazë ose mënyra bazë e zhvillimit të tenderimit, e cila sot nuk është më e tillë, nuk ka tendera të hapur, nuk ka tendera ashtu siç i parashikon ligji, por janë vetëm klientelistë, sepse politika ka qenë atill që të mbledhi parat në pak duar, që të krijojë një oligarki të pasurish me një numër të vogël njerëzish që ku përqendrohen parat dhe të zgjerojnë shtresën e të varfërve. Dhe ky është dhe tipari të majtës. Ka një shprehje të Churchillit që do t'ju kujtoj teleshikuesve, i cili thotë që e majta i do shumë të varfrit, po i do aq shumë të varfrit sa që sa herë vjen në pushtet i shton gjithmonë më tepër. Ironia besoj besoj ironia është e qartë, pra e majta shton të varfrit. Është karakteristike saj në kudo ku ajo ku ka drejtuar, dhe në këtë rast do duhet të kujtoj që njerëzit duhet ta mendojnë pse asnjë vend i botës ku ka sunduar e majta nuk është zhvilluar. Pse zhvillimi vjen nga e djathta? Ka humbur kuptimin në Shqipëri i të majtës dhe të djathtës? Nuk, edhe në rast se është sulmuar fort dhe për të dukur sikur po humbet, kjo që po ndodh tashmë, që nuk është vetëm merite e të djathtës shqiptare, por është merite e djathtës ndërkombëtare, e cila për ish të vërtetës vjen që nga Amerika dhe shtërihet më pas dhe në Evropë më tutje, është pikërisht fakti që e djathta arriti të fitonte në Amerikë, ka filluar të fitojë dhe në vendet tjera të Evropës, dhe po të shikosh retorika e tyre bazohet pikërisht tek ato që unë thash në fillim. Te kthimi ke familja, ke largimi nga prindi 1 dhe prindi 2, se është e tmerrshme në shqiptar që t'ju humbim emrat edhe nënës dhe babait dhe t'i quajmë prindi 1 dhe prindi 2, dhe kjo është karakteristike të majtës që të godas familjen për të goditur kombin. Pra, e djathta bazohet tek familja dhe prandaj programi i Partisë Demokratike kanë qendër familjen. Prandaj ne, gratë apo nënat të cilat do të bëjnë një fëmijë, do të kenë një shtesë në pagë prej 70.000 lekësh të vjetra apo 70 eurosh në muaj në rrogën e tyre. Nënat me 2 fëmijë do të kenë një shtesë prej 60 euros në muaj në rrogën e tyre, dhe nënat me 3 fëmijë, fëmijën e tretë do t'u marrë përsipër shteti për ta mbështetur nga pikpamja financiare. Pikërisht sepse duam t'i kthehemi familjes, të mbështesim familjet, të nxisim çiftet e reja që të shtohen me fëmijë në mënyrë që Shqipëria të lulëzojë dhe të zhvillohet. Po këto janë karakteristikat të djathtës, to nuk janë të majtës. Po, e drejtë. Dhe meqense përmendëm Amerikën, çdo të thotë për ju thënia e famshme e Trumpit në momentin kur la qeverinë për herë të parë që njerëz duajnë kombin, koha po vjen për advetarët. Është tamam ajo që duhet, e njëjta retorik në fakt po të keni ndjekur dhe zhvillimet në Itali të Melonit, gjatë kohës që ajo garonte për të qenë kryeministre e Italisë, bazat ishin po këto, kombi, pikërisht familja dhe besimi në Zot, sepse janë shtyllat e të djathtës. Këtë duam të sjellim në Shqipëri, një Shqipëri që beson ke familja, një Shqipëri që forcon familjen, sepse duke dash familjen do duash vendin tënd, do duash atë dheun tënd, dhe sigurisht që mbi të gjitha këto do duhet të jesh njëri që beson në Zot, që beson tek mirësia, që beson tek dashuria mes njerëzve. Janë të gjitha mësimet që na vijnë qoftë nga Kurani dhe qoftë nga Bibla. Janë të duhurat për një shoqëri e cila duhet të zhvillohet në mënyrën e duhur. Megjithatë, ekziston një pikë pak e diskutueshme për sa i përket aspektit të afrimit të njerëzve adhetar drejt partisë X apo Y, kur dihet që Partia Socialiste ndaj Belerit, që ka qenë një anti-shqiptar i tërbuar, edhe pse ka qenë shqiptar, ka marrë masa represive deri në burgosjet e tij për ato që ka bërë, ndërsa Partia Demokratike e ka kandiduar dhe e ka ofruar drejt një pushteti. Ç'do të thotë kjo? Nga informacionet që kam unë, nuk është e vërtet që kemi të bëjmë me një anti-shqiptar, unë besoj që është një viktime propagandës
është vërtetuar që ai ka qenë pjesë e grupit në goditjen e pikës së Peshkopis, pikës kufitare. Pa i hyrë këtij debati, unë nuk e kam këtë informacion, unë di që është pjesë e propagandës goditja ndaj. Por gjithsesi kemi të bëjmë me njerëz të cilët populli ku ata kanë garuar, siç është rasti i Marës, i ka preferuar, i ka zgjedhur, i ka bërë kryetar bashkie praktikisht, apo rasti i Greqisë, e cila arriti e votoi dhe e përkrau dhe e bëri dhe eurodeputet. Pra është një njeri që njerëzit e duan, qoftë atje ku jeton në Himar, apo atje ku ka po ç'lidhje ka Himara me Greqinë në fundit, se Himara është shqiptare? Jo, nuk ka lidhje, ju më pyetet për njeriu. Njeriu i përket këtij lloji kalibri që atje ku ka jetuar, punuar, e kanë dashur dhe e kanë promovuar deri në rangjet e eurodeputetit. Kurse ajo që ndodhi me drejtsinë, se ka një problem të madh me. Edhe këtu gjej rastin dhe ta zgjeroj pak ndoshta përgjigjen, sepse është një hall i madh që i ka zënë shqiptarët. Problemi me drejtsinë është reklamuar shumë një reformë në drejtësi dhe po të shikoni e gjithë reforma në drejtësi është përqendruar përsëri në mënyrë të gabuar dhe për shkak të propagandës ke prokuroria speciale. Por reforma në drejtësi nuk është prokuroria speciale, sepse drejtësia në tërësi e ka një segment të saj në çështjen penale. Por mos harrojmë që gjatë kësaj reforme në drejtësi Shqipëria ishte 5 vjet pa gjykatë kushtetuese, ishte 5 vjet pa gjykatë lartë. Sot që flasim çështjet për të zgjidhur të shqiptarëve marrin 7 vjet, 10 vjet për të zgjidhur dhe një drejtësi e vonuar është një drejtësi e munguar. Pra në qoftë se drejtësia nuk jepet në kohë, nuk ka më vlerë, pra mungon si drejtësi, po mos harrojmë që një vend pa gjykatë lartë, pa stabilitet juridik, me një drejtësi që do 10 vjet, minimalisht pengon çdo investim të huaj të vinë në Shqipëri. Çdo investitor i huaj që do vinë në Shqipëri do pyesi së pari, a ka stabilitet ky vend? A e gjej drejtësinë në qoftë se do drejtohemi tek mungesa e gjykatës shkallës së lartë? Te mungesa e disa viteve, qëndron sepse në gjykatën e lartë janë mbledhur. Cilës parti? Atëherë i bie partisë patjetër që ka qenë në pushtet dhe mënyrës se si u ndërtua reforma në drejtësi, sepse pretendimi që kemi patur që në fillim kur reforma në drejtësi filloi ishte që reforma të vinte patjetër të vinte nga poshtë lart dhe jo nga lart poshtë. Për të kontrolluar. Patjetër, duke u filluar nga lart poshtë dhe duke lënë vendin pa gjykatë lart, në gjykatën e lartë janë mbledhur me mira mbi 30.000, mbi 40.000 dosje që duan vite të zgjidhen. Ndërkohë, dhe kjo që bën duke hequr gjykatat e apeleve në për rrethet dhe duke i përqendruar ato në Tiranë, shton kalvarin e qytetarëve për të marrë drejtsinë. Dhe drejtësia është tek biznesi kërkon drejtësi, se biznesi krijon konflikte në kuptimin ligjor të fjalës. Kanë probleme që dalin për mosbatimin e kontratave, për konfliktet që lindin me organet tatimore, për konfliktet që lindin me organet e doganave, etj. Dhe gjitha këto, sidomos në raport me biznesin, duan zgjidhje të shpejtë, se nëse biznesi nuk e gjen zgjidhjen për 1 muaj, për 2 muaj, siç në fakt janë dhe parashikimet ligjore të kodit administrativ, por t'ia çon me vite, biznesi falimentoi. Nuk e merr dot drejtsinë. Po përveç kësaj janë konfliktet e përditshme që kanë njerëzit, qoftë konfliktet familjare, qoftë zgjidhje martesave, problemet me fëmijët, qoftë problemet me pronat, problemet. Dhe në qoftë se drejtësia merr 7 vjet, 10 vjet, ajo s'është mo drejtësi. Dhe ky është problemi i madh që ka ky vend, dhe nuk politika në mënyrë të rreshme të fokuson tek spaku, te ai që duhet shkojnë në burg. Sigurisht dakord, ajo është e rëndësishme, po janë të gjithë kjo gamë e madhe që zgjidh drejtësia dhe që nuk funksionon në këtë vend. Saktë. Ju jeni nga lista e hapur e Partisë Demokratike, një nga 3 kandidatët e listës së hapur. Një nga 4 kandidatët, po njëri është në listë mbyllur, me sa di? 5. Janë 5 total, po, dakord. Atëherë, si funksionon? Kush zgjidhet? Në qoftë se do ketë 1 ose 2 kandidatë
si funksionon? Kush merr më shumë vota apo ka ndonjë shkallë, hierarkie ndonjë? Pra, për shkak të sistemit zgjedhor që Shqipëria ka, Po. Në qarkun e Gjirokastrës, 30% e listës është e mbyllur. E thash në përqindje, po vim në numër, sepse 30% është në rang në çdo qark. Dhe pastaj në varësi të numrave konsiderohet kjo mas përqindje. Në rastin e Gjirokastrës, nga 4 deputet që nxjerr qarku i Gjirokastrës, 1 është në listën e mbyllur për të gjitha partitë që garojnë në këtë qark. Dhe në rastin e Partisë Demokratike, njëri nga kandidatët është në listën e mbyllur, kurse 4 kandidatët e tjerë garojnë në listën e hapur dhe në rast se partia do të marrë 2 deputet apo 3 deputet sipas rastit, atëherë kush merr një vot më shumë nga 4 kandidatët që garojnë në listën e hapur, ai merr vendin e 2 apo 3 sipas numrit votave që merr partia politike. Dhe nëse asnjë nga deputetët nuk i plotëson numrin e votave, këto vota shkojnë për listën e mbyllur, besoj? Atëherë, së pari numërohen votat që merr partia politike. Dhe në rast se partia politike merr vota vetëm për një deputet, kjo i shkon listës mbyllur. Në rast se partia politike merr vota për 2 apo për 3 deputet, këtu pastaj fillon lista e hapur ku hyn ai që merr një vot më tepër në listën e kandidatëve. E kuptoj. Pra, çdo kandidat në bazë të zonës ku voton, numëron dhe votat, që ato vota janë për kandidatët janë në gjithë qarkun. Gjithë qarkun, po si për shembull numëron, nga e dim ne që zoti Ristani ka marrë disa vota më shumë nga kandidati tjetër që është në listë. Sepse bëhet numërimi në rang qarku. Dhe masi dalin votat e partisë, pra kur them votat e partisë dhe votat e kandidatëve janë votat e partisë. Sepse me këtë rast sqaroj edhe diçka për publikun, që janë 3 mënyra të votimit në fletën e votimit që do të kemi në këto zgjedhje. Mënyra e parë është që të votosh për partinë politike dhe për kandidatin, pra të vendosësh 2 shenja në kolonën e partisë politike për të cilën ti do të votosh. Pra, në fletën e votimit do të jenë të tërë emrat e kandidatëve? Në fletën e votimit janë 4 emrat e listës hapur të kandidatëve. Do të jenë domethënë. Dhe votohet për 4 emrat e listës hapur të kandidatëve. Dhe siç është fleta e votimit ku në numrin 1 është Partia Demokratike, janë dhe kolonat e partive të tjera sipas numrave që ato kanë. Dhe për shembull, marrim kolonën e Partisë Demokratike, ka 3 mënyra të të votuarit. Mund vendosësh shenjën e përzgjedhjes, kryq apo tik apo X apo tek Partia Demokratike dhe tek Arbenistani si kandidat. Mund të votosh vetëm Partinë Demokratike dhe asnjërin nga kandidatët, mund të votosh vetëm Arbenistani si kandidat dhe jo partinë, dhe përsëri zgjedhja jote është e vlefshme. Pra janë 3 mënyra, o 2, o partinë, o kandidatin. Sigurisht që është e pavlefshme në rast se voton një parti tjetër dhe një kandidat të një partie tjetër. E kuptoj. Po, shumë gjirokastrit janë dhe në diasporë, zoti Ristani. A mendoni se do t'i bëni gjirokastritët që janë në diasporë të votojnë? Në këto zgjedhje për herë të parë i është mundësuar diasporës votimi me këmbguljen e gjatë dhe betejën e fortë Partisë Demokratike. Ne arritëm që të votojë dhe diaspora. Dhe shiko, diaspora jonë është, mbase jo si në vendet tjera, është shumë e angazhuar së paku politikisht, në kuptimin që e ndjek jetën politike të vendit dhe kupton se ç'ndodh në vendin e saj. Dhe këtë tregoj dhe interesi i madh që diaspora ka patur për të regjistruar, pavarësisht dhe numrit madh të emigrantëve që Shqipëria ka, por 250.000, rreth 250.000 me sa di unë numri të regjistruarve për të votuar, është një shifër e madhe, duke qenë se është një event që ndodh për herë të parë. Patjetër që
përveç angazhimit tyre, ka qenë dhe angazhimi i partive politike, në rastin konkret i Partisë Demokratike, për t'i takuar, për të vajtur tek ata, për të biseduar me ta, janë bërë takime masive të jo vetëm liderit Zotit Berisha të Partisë Demokratike, por dhe të deputetëve të saj. Megjithatë, unë do të riqa vëmendjen për një dy defekte që ka kjo mënyrë të votuarit të emigrantëve, dhe këtu kam parasysh që është kriter ligjor fshehtësia e votimit, ashtu sikurse është kriter ligjor mungesa e votimit familjar, pra të mos votosh familjarisht. Po mbase emigrantët se kanë problem sekret. Jo, në këto dy pika, ky votim i emigrantëve ndoshta për këto zgjedhje ka një lloj defekti, sepse është fshehtësia e votës do të jetë thjesht problem personal, domethënë do ta ruash shqetësinë e saj apo do ta zhvillosh bashkë me shokun e mikun, është pjesë e vullnetit tënd. Nga ana tjetër, do t'ju bëja nëse edhe besoj, jam i sigurt që shumë emigrantë mund ta ndjekin dhe këtë bisedë që ne po zhvillojmë sot, që të ruhen nga presioni i keqbërësve ligjor, të cilët mund të imponojnë që të votosh në sytë tyre. Pra, mund të ndikoj... Pra, të të vinë dhe të të thonë që voto tani dhe ta shoh unë se për kë po voton? Tani, emigrantët mund të vinë duhet të vinë në Shqipëri të votojnë, se mund të votojnë dhe nga jashtë? Jo, atëherë, emigrantët kanë dy mënyra. Mund të vinë në Shqipëri, mund të votojnë dhe nga jashtë. Po ata që janë regjistruar për votuar nga jashtë, do të votojnë nga jashtë. Dhe unë e kam fjalën për ata që votojnë nga jashtë nëpërmjet postës. Dhe këtu të rreq këtë vëmendje që të ruajnë konfidencialitetin e votimit, shenjtërinë që duhet ketë momenti që ti voton, dhe duhet të ruajnë shenjtërinë ose pastërtinë e vullnetit të tyre për të votuar për atë që ata duan, pa rënë prej presioneve që mund të krijojë ky rast. Dikur edhe në KQZ, nuk mendoni se është një mënyrë e gabuar e numërimit të votave. Pse votat mos të numërohen direkt në qendrën ku votohet edhe dalë rezultati që atë ditë? Pse do të vonohet një muaj, ku njerëzit kanë haruar për kanë votuar? Ju keni shumë të drejtë, janë kjo mënyrë ka qenë në Shqipëri ku ne votonim ne numëronim në qendër të votimit, pra masi mbaron votimi dhe numërohej në qendrën e votimit. Por për shkak të parregullsive që ne janë krijuar në histori, pra dhe në historinë afërt, jo të largët. Parregullësitë më shumë ta bëhen tashmë, kur votat lëvizin nga njëri vend në tjetrin? Jo, në momentin që kutia mbyllet, pse u përdor numërimi i përqendruar, pra mblidhen kutitë e votimit në vendet e numërimit të votave dhe numërohen në vendet e numërimit, pra nuk numërohet në qendrat e votimit. Kjo ka ndodhur pikërisht për të shmangur pa kontrollueshmërinë e numërimit që mund të ndodhte në qendër të votimit. Është më i kontrollueshëm numërimi duke i qenë i përqendruar, sepse shtohet numri i vëzhguesve, shtohet përqendrimi i mediave etj në vendin e numërimit. Në votat i numërojnë vetëm partitë politike, zoti Ristani. Pse duhet mos ketë një grup avokatësh, juristësh e tjerë të pamëshëm jashtë politikës që numërojnë? Edhe kjo është një vërejtje me shumë vend dhe unë shpresoj që ne shumë shpejt të shkojmë në një administratë zgjedhore jo politike. Por pikërisht për shkak të manipulimit të madh zgjedhor që kemi pasur në vite, është menduar që duke qenë administratorët zgjedhor, pra komisionerët dhe numëruesi duke qenë partjak, do arrin të ruhen nga njëri tjetri dhe të ruhen njëri tjetrin gjatë zhvillimit të procesit. Por me zhvillimin e shoqërisë, me pjekjen e saj, ne patjetër duhet shkojmë në momente më të thjeshta të administrimit zgjedhor, duke numëruar në qendër të votimit, duke futur numërimin elektronik të votave, apo duke
vendosur komisioner për administrator jo politik. Pra, Unë nëse besoj ka që ardhmja dëshirë afër gjendje të duhet jetë kjo. Kjo që thatë është me shumë vënd, një nga ekspertët më të mirë të zgjedhjeve që unë kam takuar kur merresha me këtë proces i huaj, thoshte që kur ka vullnet, zgjedhjet administrohen me i cop letër dhe me i laps. Fiks. Edhe një mesazh për votuesit e qarkut Gjirokastër tash në mbyllje të emisionit, zoti Ristani? Unë do t'ju kërkoja votuesve të qarkut Gjirokastës që të votojnë kandidatët e Partisë Demokratike, sepse përfaqësojnë jo vetëm nivelin më të lartë intelektual të kandidatëve midis forcave të tjera që ky qark ka, por dhe përfaqësojnë programin më të mirë që do zhvillojë jo vetëm Gjirokastrën, po të gjithë Shqipërinë, programi i cili do të nxjerrë shqiptarët nga varfëria, programi i cili do të kthejë Shqipërinë në një vend prodhues, programi i cili do të ofrojë shërbimet më të mira për jo vetëm për qarkun e Gjirokastrës, por për gjithë Shqipërinë, dhe programi i cili do të mbështesë familjen, pronën dhe do të ecë me besimin tonë të fuqishëm që Shqipëria mund dhe duhet bëhet. Do të Ristani, edhe një pyetje të fundit fare. Nëse do të ketë edhe dashamirësi nga kandidatë të tjerë që garojnë, a do të ishit i gatshëm për një panel kandidatësh këtu në televizionin tonë? Në mënyrë absolute është betejë ideore, betejë programore, është jo vetëm pasioni im, por është dhe ajo që duhet bërë në mënyrë që njerëzit na shohin si shprehemi, si flasim, si debatojmë, çfarë programi kemi. Kjo është thelbësore dhe unë shpresoj shumë që ata kandidatë të përballen jo vetëm me mua, por dhe me kandidatë të tjerë të Partisë Demokratike, dhe do jetë gjëja më e mirë që qytetarët e Gjirokastrës të bëjnë diferencën. Zoti Ristani, më shumë se partitë politike, gjirokastrit e dinë që mua më intereson ndërtimi i shtetit dhe kombi. Kështu që për të mirën e këtyre të dyave, unë shpresoj që dhe kandidatët e tjerë, nëse na dëgjojnë, të jenë prezent dhe të bëjnë një përballje, jo vetëm për të qenë koherent me njëri tjetrin, por edhe për të dhënë mesazhet e tyre në përballje me njëri tjetrin, pa u shmangur pyetjet e njëri tjetrit. Pas kemi të dytë njëjtin besim. Shpresojmë. Unë ju falenderoj që ishit sot në studio. Faleminderit juve për mundësinë dhe ju uroj sukses e televizionit tuaj. Faleminderit. Dashur miq, këtu do të ndajemi edhe për sot, duke shpresuar në takimet të tjera në takimet elektorale, do të jemi përsëri së bashku në herët e ardhshme. Deri atëherë, kalofshi mirë dhe mirëpafshim.